Ndërmarrja e shërbimeve publike pranë Bashkisë së Vlorës në bashkëpunim me kompaninë e kontraktuar vijon punën për shtrimin dhe asfaltimin e rrugicave në brendësi të varrezave publike të qytetit bregdetar. Pasi në këto zona dhe rrugica u përgatit bazamenti, teksa u hodh shtresa e ziftit, tashmë faza ka kaluar në një tjetër etapë të rëndësishme, sikundërisht shtrimi përfundimtar i asfaltit. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora gjatë kësaj të marte, sjellin momente nga kjo ndërhyrje. Zbatimi i këtij projekti konsiderohet i rëndësishëm jo vetëm për përmirësimin e infrastrukturës së brendshme të varrezave, por edhe për krijimin e kushteve më të mira për qytetarët. Bëhet fjalë për një investim që ishte shumë i domosdoshëm dhe një kërkesë e kërkuar prej kohësh nga vetë qytetarët, që tashmë po merr zgjidhje fal angazhimit të ndërmarrjes së shërbimeve publike të Bashkisë së Vlorës. Asfaltimi i rrugicave do të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e familjarëve që vizitojnë varret e të afërme të tyre, ndërsa përveç aspektit funksional, investimi do të ndikojë ndjeshëm edhe në përmirësimin e të gjithë kësaj situate në hapësirën publike të varrezave të qytetit. Për shumë vite rrugicat e brendshme kanë mbetur të paasfaltuara dhe nuk e kishin njohur dorën e investimit, duke krijuar kështu vështirësi të vazhdueshme, sidomos gjatë stinës së dimrit, por edhe në stinën me temperatura të larta. Punimet janë duke u realizuar me ritme, ndërsa synohet që do përfundojnë brenda kësaj jave. Aktualisht procesi ka kaluar në një fazë të jetë rëndësishme, sikundërisht hedhja e shtresave asfaltike, ndërsa për herë të parë rrugicat në brendësi të varrezave publike të Vlorës do të jenë të asfaltuara, duke i dhënë fund kështu një problematike të hershme që ka vështirësuar lëvizjen e qytetarëve, por duke i dhënë një pamje sa më dinjitoze edhe shtëpisë së fundit të qytetarëve të Vlorës.